Data 24 qershor. Ligji për të rirë. Kapitulli 29. Këto janë fjalët e beslidhjes që Zoti i urdhëroi Mojsiut të përfundonte me bijtë e Izraelit në vendin e Moabit, përveç beslidhjes që kishte bërë me ta në malin Horeb. Mojsiu thirri tërë Izraelin dhe u tha atyre: Ju keni parë të gjitha ato që i ka bërë Zoti në Egjipt para syve tuaj Faraonit, të gjithë shërbëtorëve të tij dhe tërë vendit. Sytë tuaj kanë parë mjerimet e mëdha, shenjat dhe mrekullitë e mëdha. Por deri sot Zoti nuk ju ka dhënë zemër për të kuptuar, sy për të parë dhe vesh për të dëgjuar. Unë ju kam udhëhequr 40 vjet në shkretë e tir. Rrobat tuaja nuk ju janë prishur në trup, sandalet tuaja nuk ju janë konsumuar në këmbët tuaja. Nuk keni ngrënë bukë dhe nuk keni pirë verë as pije dese me qëllim që të njihnit që unë jam Zoti Perëndia juaj. Kur arritet në këtë vend, Sihoni, mbreti i Heshbonit, dhe Ogu, mbreti i Bashanit, dolën kundër nesh për të luftuar për ne i mundëm. Pushtuam vendin e tyre dhe ja dham në trashëgimi Rubenitëve, Gaditëve dhe gjysmës së fisit Manasit. Respektoni pra fjalët e kësaj beslidhje dhe zbatojeni me qëllim që të keni mbarësi në çdo gjë që bëni. Sot të gjithë ju ndodheni para Zotit, Perëndisë tuaj. Krerët tuaj, fiset tuaja, pleqt tuaj, zyrtarët tuaj, tërë njerëzit e Izraelit, fëmijët tuaj, gratë tuaja dhe i huaj që ndodhet në mes të kampit tënd, duke filluar nga ai që çan drut deri tek ai që nxjerr ujin tënd, për të hyrë në beslidhjen e Zotit Perëndisë tënd dhe në betimin e tij që Zoti Perëndia yt bën sot me ty, për të vendosur sot si popull të tij dhe për të qenë Perëndia yt, ashtu si të tha dhe si u the etërve të tu, Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Unë e bëj këtë beslidhje dhe këtë betim jo vetëm me ju, por edhe me ata që janë sot para Zotit Perëndisë ton dhe me ata që sot nuk janë këtu me ne. Sepse ju e dini që kemi banuar në vendin e Egjiptit dhe kemi kaluar në mes të kombeve që u keni rënë mes për mes. Dhe keni parë gjërat e tyre të neveritshme, idhujt e tyre prej druri, guri, argjendi dhe ari që ndodhen në mes tyre. Të mos ketë midis jush burra grua, familje, afis zemrat e cilit largohet nga Zoti Perëndia ynë dhe të shkojë të shërbej perëndive të këtyre kombeve. Nuk duhet të ketë midis jush asnjë rrënjë që prodhon helmin dhe pelinin. Dhe të mos ndodhë që dikush, duke dëgjuar fjalët e këtij betimi, të vetë bekohet në zemër të tij duke thënë, do të kem paqe, edhe sikur të eci me kokforcinë e zemrës sime, ashtu si i dehuri të mund të përfshihej të përkorin. Por Zoti nuk mund ta fal kurrë, por në këtë rast zemërimi i Zotit dhe zilia e tij do të ndizen kundër tij dhe të gjitha mallkimet që janë shkruar në këtë libër do të bien mbi të dhe Zoti do ta fshijë emrin e tij poshtë qiellit. Zoti do ta veçojë për ta shkatëruar nga të gjitha fiset e Izraelit, sipas të gjitha mallkimeve të beslidhjes së shkruar në këtë libër të ligjit. Kështu brezi i ardhshëm i bijve tuaj që do të dalë për jush dhe i huaj që do të vijë nga një vend i largët, duke parë mjerimet dhe lëngatat që Zoti u ka dhënë, do të thonë: Tërë toka është squfur, krip, zjarrmi, nuk është mbjell, nuk prodhon më asgjë dhe në të nuk rritet asnjë bar, ashtu sipas shkatërimit të Sodomës, të Gomorës, të Admahut dhe të Ceboimit, që Zoti shkatërroi gjatë zemërimit dhe tërbimit të tij. Po, të gjitha kombet do të thonë: Pse Zoti e trajtoi kështu këtë vend? Pse ky zemërim kaq i madh? Atëherë do të përgjigjen, sepse kanë braktisur beslidhjen e Zotit, Perëndisë e etërve të tyre, që ai lidhi me ta kur i nxori nga vendi i Egjiptit. Sepse ata shkuan të shërbejnë perëndive të tjera dhe ranë përmbys përpara tyre, perëndi që ata nuk i njihnin dhe që Zoti nuk u kishte dhënë atyre. Për këtë arsye, u ndes zemërimi i Zotit kundër këtij vendi, me qëllim që të gjitha mallkimet e shkruara në këtë libër të binin mbi të. Dhe Zoti i shkëputi nga vendi i tyre me zemërim, me tërbim dhe me indinjat të madhe dhe i hodhi në një vend tjetër, siç po ndodh sot. Gjërat e fshehta i përkasin Zotit, Perëndisë tonë, por gjërat e shfaqura janë për ne dhe për bijtë tan përgjithënia, me qëllim që të zbatojmë tërë fjalët e këtij ligji. Psalmi 119, vargjet 49-72. Mbaje mend fjalën që i ke dhënë shërbëtorit tënd, me të cilën më ke bërë të shpresoj. Ky është ngushëllimi im në pikëllim, që fjala jote më ka dhënë jetë. Kryelartët më mbulojnë me tallje, por unë nuk largohem nga ligji yt. Mbaj mend dekretet e tua të lashta o Zot, dhe kjo më ngushëllon. Një indinjat e madhe më pushton për shkak të pabezëve që braktisin ligjin tënd. Statutet e tua kanë qenë kantikët e mi në shtëpinë e shtektimit tim. O Zot, unë kujtoj emrin tënd natën dhe respektoj ligjin tënd. Kjo ndodh sepse respektoj urdhërimet e tua. Ti je pjesa ime o Zot,
kam premtuar të respektoj fjalët e tua. Të jam lutur shumë me gjithë zemër, ki mëshirë për mua sipas fjalës sate. Kam shqyrtuar rrugët e mia dhe I kam kthyer hapat e mia ndaj urdhrave të tua. Pas një më dyshje nxitova të respektoj urdhërimet e tua. Litarët e të pabezëve më kanë mbështjell, por unë nuk kam harruar ligjin tënd. Në mes të natës ngrihem që të kremtoj për shkak të dekreteve të tua të drejta. Unë jam shok I gjithë atyre që kanë frikë prej teje dhe atyre që respektojnë urdhërimet e tua. O Zot, toka është e mbushur me mirësinë tënde, më mëso statutet e tua. Ti ke bërë të mira shërbëtorit tënd, o Zot, sipas fjalës sate. Më mëso të gjykoj drejt dhe të kem njohje, sepse u besoj urdhërimeve të tua. Para se të pikëllohem endesha sa ndej këndej, por tani ndjek fjalën tënde. Ti je I mirë dhe bën të mira. Më mëso statutet e tua. Kryelartët kanë trilluar kundër meje, por unë do të respektoj urdhërimet e tua me gjithë zemër. Zemra e tyre është e pandijeshme si dhjami, por unë kënaqem me ligjin tënd. Ka shenjë e mirë për mua të jem pikëlluar dhe kështu të mësoja statutet e tua. Ligji I gojës sate për mua është më I çmuar se mira monedha ari dhe argjendi. Isaia, kapitulli 56. Kështu thot Zoti: respektoni të drejtën dhe zbatoni drejtësinë, sepse shpëtimi im është duke ardhur dhe drejtësia ime të shfaqet. Lum njeriu që vepron kështu dhe biri I njeriut që I përmbahet kësaj, që respekton shabatin pa e përdhosur dhe që e përmban dorën e tij nga kryerja e çfarëdo veprimi të keq. Të mos thotë biri të huaj që është bashkuar me Zotin, Zoti me siguri më ka përjashtuar nga populli I tij. Dhe të mos thotë eunuku, ja, unë jam një dru I thatë, sepse kështu thot Zoti, eunuku që respektojnë shabatet e mi, që zgjedhin atë që më pëlqen mua dhe që I përmbahen me vendosmëri beslidhjes sime, do t'u jap atyre në shtëpinë time edhe brenda mureve të mia një vend dhe një emër, që do të vlej më tepër nga I bijve dhe I bijave. Do t'u jap atyre një emër të përjetshëm që nuk do të fshihet kurrë. Bijtë të huajve që janë bashkuar me Zotin për t'i shërbyer, për të dashur emrin e Zotit dhe për të qenë shërbëtorët e tij, tërë ata që respektojnë shabatin pa e përdhosur dhe që I përmbahen me vendosmëri beslidhjes sime, do t'i çoj në malin tim të shenjtë dhe do t'i mbush me gëzim në shtëpinë time të lutjes. Holokaustet e tyre dhe flimet e tyre do të pëlqehen mbi altarin tim, sepse shtëpia ime do të quhet shtëpi lutjeje për të gjithë popujt. Zoti që I mbledh të shpërndarët e Izraelit thot: unë do të mbledh rreth tij edhe të tjerë përveç atyre që kam mbledhur. O ju mbar kafshë të fushave, ejani të hani, ejani ju mbar kafshë të pyllit. Rritarët e tyre janë të verbër, janë të gjithë të paditur, janë të gjithë shenë me mec, të paftë të lehin, shohin ëndra, rrin shtrirë, u pëlqen të dremitin. Janë shenë lupës që nuk ngopen kurrë, janë barinj që nuk kuptojnë asgjë, ndjekin të gjitha rrugët e tyre, secili shikon interesin e vet për llogaritë e vet. Ejani, thonë, do të marr verë dhe do të dehemi me pijedese, nesër do të jetë si sot, madje shumë më mirë. Mateo, kapitulli 4. Atëherë Jezusi u qua prej frymës në shkretetir që djalli ta tundonte. Dhe mbasi agjëroi 40 ditë e 40 net, në fund e mori uria. Atëherë tunduesi, pasi u ofrua I tha: në qoftë se je biri I Perëndis, thuaj që këta gur të bëhen bukë. Por ai duke u përgjigjur tha: është shkruar, njeriu nuk oron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Atëherë djalli e çoi në qytetin e shenjtë dhe vendosi në majtë të tempullit dhe I tha: nëse je biri I Perëndis, hidhu poshtë, sepse është shkruar, ai do t'u jap urdhër ëngjëve të tij për ty, dhe do të mbajnë mbi duart e tyre që të mos ndeshësh më këmbën tënde në një gur. Jezu I tha: është shkruar gjithashtu, mos e tundo Zotin Perëndin tënd. Djalli e çoi sërish mbi një mal shumë të lartë dhe I tregoi të gjitha mbretëritë e botës dhe lavdinë e tyre dhe I tha: të gjitha këto do të t'i jap nëse ti bie përmbys dhe më adhuron. Atëherë Jezusi tha: shporru Satan, sepse është shkruar, adhuro Zotin Perëndin tënd dhe shërbej vetëm atij. Atëherë djalli e la, dhe ja, u ofruan ëngjëjt dhe I shërbenin. Jezusi, mbasi dëgjoi se gjonin e kishin burgosur, u tërhoq në Galile.
Pastaj la Nazaretin dhe erdhi të banoj në Kapernaum, qytet bregdetar në kufit e Zabulonit dhe të Neftalit, që të përmbushej ç'ishte thënë nëpërmjet profetit Isaia, kur tha: toka e Zabulonit dhe toka e Neftalit mbi bregun e detit, krahina përtej Jordanit, Galilea e paganëve, populli që rrinte në errësirë ka parë një dritë të madhe, dhe përmbi ata që rrinin në krahinën dhe në hijen e vdekjes, lindi drita. Që nga ajo kohë, Jezui filloi të predikojë dhe të thotë: pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është afër. Duke ecur gjatë bregut të detit të Galiles, Jezui pa dy vëllezër, Simonin të quajtur Pjetër dhe Andrean, vëllain e tij, të cilët po hidhnin në rrjetën në det, sepse ishin peshkatar. Dhe u tha atyre: ejani pas meje, dhe do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Dhe ata i lanë me njëherë rrjetat dhe e ndoqën. Dhe duke vazhduar rrugën, pa dy vëllezër të tjerë, Jakobin, birin e Zebedeut dhe Gjonin, vëllain e tij, në bark bashkë me Zebedeun, atin e tyre, duke ndrequr rrjetat e tyre dhe i thirri. Dhe ata lanë me njëherë barkën dhe atin e tyre dhe i shkuan pas. Dhe Jezui shkonte kudo në përgjithë Galilen, duke mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje dhe çdo lëngatër në popull. Dhe fama e tij u përhap në gjithë Sirinë, dhe sillnin tek ai të gjithë të sëmurët që vuanin nga lëngata dhe dhimbje të ndryshme, dhe të demonizuar dhe epileptik dhe paralitik, dhe i shëroi. Dhe një mori e madhe njerëzish i ndoqi nga Galilea, Dekapoli, Jeruzalemi, Judea dhe nga përtej Jordanit.